Jo, s'kam bashart. Ja, s'kam. Mas 15 vjetë jena do. Ja, jena do me gjëgj. Me gjëgj jena do. Martmin me gjëgj, që për zotit 4 vjetë e vllaznit këm nejt. Më kanë këshyrë. Tepër më kanë këshyrë vllaznit e konatat e krejt. Allah e shumë bre, shumë kam dëllë mua, që më bë. Fort. Tepër shkruj mos e mërzitna. Tepër jem mas e jem lëndë une. Po, kush, më në të ndima, mas shumë ti për një banes. Ta publikojmë edhe numrin tanë me ndihmu. Po, që javjo. Valoj shumë shtirë është. Çka është vështirë? Valoj se i ki obligime tanat. Me shkollu, me punësu, me që në fakultet. Vështirë si sinon, primirit, gjatërit. Allah e kom pa shtirë, po më kanë ndihmu që shtë shëqatat, se shumë shtirë është. Bashkë që abonon? Jo, s'kam bashart. Ja, s'kam. Jo, kemi nda, jena nda. Po, Sa vite jeni nda? që 8 vite. Çka ndodhi që më shtoj? Vallaj, që shto probleme. Po, Kur e kuptove që ti domethënë lidhja nuk është e mirë? po, vallaj, që me bë, kjo është e shkrune. Kur ndodhi kjo që ju nuk domethënë s'kishit mirë, kalonit mirë? Mas 15 vjetë jena do. Po, Çfarë mosha e kim fal? djalin e kam 27 vjetë, qikën e kam 24, tjetërën djali e kam 23, tjetërën 18 me i ba. Ju me ish burrin tuaj. Çu shuni ju? Ja, kështu, me mëset. Me mësit. Me mëset. Nëse një lidhje nuk shkon mirë, a duhet patjetër mundojt? Po, shka me bë, tjetër rrugdolje s'ki atë. A keni pasur dhunë jo prej ish bashkëtortit? Ja, jena do me gjëgj. Me gjëgj jena do. Po, e ku marrë thëmin. I ku marrë thëmin me gjëgj. Që për zotit, më ka një mu zoti mi rri që ta thëmin, jëmë bo kurbani thëmin, që me bë. Kështu s'keni pasur në Ja, vete? ja, jenë mirë, jena do. Li kërkoj që ju më nda. Isha jo para që kërkove më nda bashkë? Ja, Aj, çka tha? ajo më tha, s'po shkan, tha, do të më nda. Që me bë. Që shë prite këtë lajmë? A do? Më ka do kësi më ma do zemrën. Po familja jute? Anë bështeti pasi që ndrave? Te familja këm najtë, 4 vite i këm rrugë thëmin. 4 vjetë e vllaznit këm najtë. A të kanë bështet familja jute? Po shumë më kanë këshyrë. Tepër më kanë këshyrë vllaznit e konatat e krejt, përgjësi. Shumë më kanë këshyrë. Ku jetoni ju? Magure. Magure, jeni me qira? Ja, jena në shtetit, banis shtetit. Një dhume kam edhe një kuzhinë, banë në koridorin qështë. Bashkëtortja kujteset? Ja, s'kum desh më ndimu. A i takon fëmin? Po, qështë dujnë thëminja me shkuve. Dhe më thonë ju se a keni ndaluar mi ta? Jo. Nuk ja kom dalu thëmin, kom thonë tej, so des, thëmin kimi po. A duhet, do të të lakru nëse nda ti takoj fëmijën, ish Po. burat, është mirë të takon, të mbesin prapë? Normal, thëminja, normal që duhet më konë ade me babën e me nona, po, shka me bëm dëllë kja. Sa të kanë bërë të forta të sprova? Allah e shumë bre, shumë kam dëllë mua, që me bë. Sëm Fort. të shkruj mos e mërzitna. Po do më të këthysh? Mërzitna. Po sa të kanë bërë të fort, sa të kanë forcu të sprova? Vallaj, tepër më kanë, tepër jem mas e jem lëndë une. Qa me bë? A ki nevoj për ndihmë, dy mundi? Po, kush, më në të ndiman, zëti arrujt familjan, Allah ish për bleft, s'pëti qa me thonë. Emri juaj? Makfire Halime, Ku mund një gjetë juve në Magure? Magure. Çka ki nevoj mas shumë ti me ndihmu njerëzit? Vallaj, mas shumë ti për një banes. Për një banes, atë s'kena uja, s'kena sen, heq. Ne i kanë ndërtu po uj nuk kena. Uj s'kem ka 5-6 det, 7 det s'kena uj.
Ta shti ma pitë që shurit, ma uj aty s'ka heq. Veç kur të mujna me mush, se s'kena uj. Kjo banesa i ofron mundësitë e mira, i ka kushtet e mira? Po mirë e kanë ndërtu, edhe i kanë ndërtu mirë, ama uj s'kena. Uj s'kena, por uj është shumë problem. Unë nëse do të uroj që këto të jenë kaluse, Po, më të mirat për familjen tonë. inshallah, për krejt buhet mirë. Për krejt popull, inshallah buhet mirë. Atyre nënave, atyre krave që janë divorcuara, çfarë kishte thënë mesazh? Inshallah, sa ma shpejt buen me vlat e vetë. Do zoti i bë me vlat e vetë, e jafëran, e mundësan, e javqet fëmin nuk të marë. Po ato që janë dajtë si juve, çfarë kishte baba? Inshallah, zoti viç të mirat njët ja vjep. Viç zoti të mirat njët ja vjep, inshallah, do perenia. Gjithë ndjekësit e historisë të jetës ta ndihmoni këtë grua, ka nevojë për ndihmë. Uroj më të mirat. Shpresoj që dikush do të ndalë ndihmë ty. Të rrit Zoti. Faleminderit. Edhe ty ju rujt zoti, inshallah unë me Allahi. Faleminderit shumë.